Pyetja erdhi papritur, në një moment kur atmosfera dukej e qetë, por nën sipërfaqe ndiheshin tensione të vogla që prisnin të shpërthenin. Të gjithë ishin mbledhur në sallë, disa të ulur, disa në këmbë, duke ndjekur bisedën me gjysmë vëmendje. Pastaj dikush ja drejtoi pyetjen Sashës, drejt për drejt, pa shumë rrotullime, me kë do të shkoje kokë më kokë. Për një çast u krijua heshtje. Syt u kthyen nga Sasha, sikur të gjithë prisnin një përgjigje të matur, ndoshta diplomatike, një emër të thënë me kujdes. Por ajo nuk hezitoi. As nuk buzëqeshi. As nuk u përpoq ta zbusë situatën, me labin, tha direkt, fjala ra rënd në ajër. Nuk ishte thjesht emri, por mënyra si u tha, e prerë, e sigurt, pa asnjë dyshim. Disa banorë shkëmbyen shikime mes tyre, të tjerë ulën kokën, duke e kuptuar menjëherë që ky moment nuk do të kalonte pa pasoja. Direkt, shtoi Sasha, sikur të donte ta bënte edhe më të qartë. Ta nxirrja jashtë. Reagimet nuk vonuan. Disa u shtangën, disa tundën kokën, ndërsa dikush tjetër murmuriti nën zë. Nuk ishte vetëm një përgjigje në një lojë apo pyetje hipotetike, ishte një deklaratë e fortë, e hapur, që vinte vijën me saj dhe labit pa asnjë mëdyshje, atmosfera ndryshoi menjëherë. Nga një bisedë e zakonshme, situata u kthye në diçka më të rëndë, më personale. Edhe pse labi nuk foli menjëherë, prania e tij u ndje më shumë se kurrë. Heshtja e tij fliste po aq sa fjalët e Sashës, disa menduan se ajo ishte tepër e ashpër. Të tjerë e panë si sinqeritet të pastër, pa filtra. Sasha, nga ana e saj, nuk u tërhoq. Qëndroi aty me shikimin përpara, sikur të thoshte se nuk kishte asgjë për të shtuar apo për të korrigjuar. Në shtëpi, pas atij momenti, gjithçka vazhdoi, por ndryshe. Bisedat u bën më të kujdesshme, shikimet më të vëmendshme. Një pyetje e vetme kishte mjaftuar për të nxjerrë në pa aleanca, mospëlqime dhe vendime që deri atëherë ishin mbajtur të pathëna, dhe ndonjëherë, pikërisht këto momente të drejtpërdrejta janë ato që ndryshojnë balancën në